Përshëndetje, faleminderit që jeni të shumë në numër, e zbukuruat Vlorën pafund sot me sportin, me ngjyra dhe me kontributet tuaja. Jemi në takimin emocional të kandidatit socialist Klevis Kaso. Tati takimi i cili prodhon energjinë e aktivitetit sportiv. E ka ngritur Vlorën jo vetëm për lavdi, por e ka prezantuar kudo në rjetëzimin europian me autoritetin politik ashtu si hije i ka Vlorës, vetëm në turizmin sportiv dhe aktivitetet ekonomike. Faleminderit Vlora, qyteti europian i sportit, Bashkia Vlorë. Është momenti që së bashku të ndajmë aktivitetet me momentet më të bukura të 54 aktiviteteve plot të vitit 2024 nga Vlora, qyteti europian i sportit. Ta shijojmë së bashku. Sa më shumë gjallëri. Edhe patjetër është ai miksimi i veteranëve të sportit në të qytet, edhe sportistëve të rinj dhe atyre që janë hapat e parë për të kontribuar dhe për të motivuar duke u kultivuar me sportin. Pse e them këtë? Sepse që ditën e parë që unë kam ardhur si kandidat proprietar bashkie në vitin 2023, kam pasi takim shumë wrestlerës me gjithë ekipet, me gjithë përfaqësuesit e sportit në qytetin e Vlorës. Kemi ndarë shumë gjëra bashkë, kemi ndarë mendime, kemi ndarë edhe i farë vizioni se dhe ku duam ta shikojmë Vlorën, aq më tepër për ta rikthyer aty ku Vlora realisht ka pasur edhe atë thëmrën e akilit. Pra, Vlora ka qenë gjithmonë një simbol i fortë i prodhimit të sportistëve shumë talentuar, shumë të fortë. Dhe këtu kam parasysh disa disiplina, po flas për flamurtarin e madh, për futbollin e qytetit tonë, e flamurtarit, i cili ka bërë epokë, por megjithatë ne sot jemi në një fazë shumë delikate. Pra, ditën e diel në fakt flamurtari ka një ndeshje shumë të rëndësishme, edhe ne shpresojmë që ta fitojmë, edhe të shkojmë aty ku realisht flamurtari duhet të jetë, pra në Super League. Edhe urojmë suksese ekipit madh flamurtarit për të rikthyer te identiteti i vet, për të sjellë edhe më shumë gjallëri qytetit tonë, për të sjellë më tepër krenari. Gjithashtu, më vjen mirë që unë si kryetar bashkie sot flas për pjesën e sportit duke ardhur edhe vetë nga sporti. Unë kam qenë volejboll, ju e dini tashmë, e them shpesh çdo takim timin, por vihet në fakt kemi pasur një vit të ngjeshur me aktivitete sportive dhe kjo për shkak se ne iniciuam diçka, pra iniciuam në bazë të kërkesave që patëm në Access Europe për të përzgjedhur qyteti europian i sportit. Patëm shansin dhe fatin ta fitonim edhe të ishim ne në fakt vitin 2024. Dhe që nga i moment filloi një kalvar i madh aktivitetesh që realisht i kanë dhënë Vlorës një gjallëri, i kanë dhënë ngjyra vitin që shkoi, dhe patjetër edhe ne për të dhënë një mesazh që duhet ta vazhdojmë më përpara për ta përçuar çdo vit këtë pjesë. 10 në fakt kishim 159 aktivitete sportive, jo pak. Pothuajse një në 2 ditë kishte një aktivitet në qytetin e Vlorës, duke përfshirë të gjitha moshat, që nga fëmijët edhe deri te niveli profesionist i sporteve që përçon Vlora. Ndërkohë 60 aktivitete sportive kanë qenë aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe jo pa qëllim, Vlora në fund u cilësua si një nga qytetet që ka bërë më shumë aktivitete brenda artës së Shqipërisë për vitin 2024, pra ka qenë në vendin e dytë mbas Tiranës. Normal Tirana gjithmonë bën aktivitete shumë, por Vlora denjësisht ka aplikuar dhe ka bërë aktivitete për të përfshirë të gjitha disiplinat. Për këtë ndihem shumë krenar dhe këtu marr shkas të përmend edhe një nga çunat që është brenda gjirit tuaj, që është Klevisi, i cili ka qenë promotor për t'i dhënë atë çka realisht Vlorës po i mungonte prej kohësh. E morëm si një sfidë të dy bashk, edhe ndihem krenar që kisha një bashkëpunëtor në rrugtimin tim, i cili në fakt na zbardhi faqen vitin që shkoi. Dhe prandaj ndihem krenar. Unë dua të flas dy fjalë për Klevisin. Dhe pastaj do kaloj prapë te sporti, sepse një nga arsyet pse jemi këtu sot është pikërisht Klevisi. Klevisi ka ndryshuar komplet
drejtim në fakt këto 2 muajt e fundit, ka pasur fatin që në atë listën e gjatë të kandidatëve në fakt që po garojnë për zgjedhjet e 11 majit, Klevisi të jetë pjesë, edhe mua më vjen shumë mirë, edhe pse e kam thënë shpesh, jam ndier pak keq në fakt që Klevisi më la sepse la bashkinë dhe sikur miku njëri nga krahët e mi në fakt, sepse nuk kish njëri më mirë se Klevisi ta bënte atë gjë, pra të mirë dhe mbështetje maksimale në sport. Dhe unë përfitoj nga rasti të uroj Klevisit më të mirën. Më të mirë dhe jam i sigurt që Klevisi do fitoj. Dhe kjo nuk është thjesht si slogan, po unë e shoh që do fitoj sepse shikoj mënyrën se si po bën fushat Klevisi. Po bën një fushat qytetare, po tregon vlera si njeri, patjetër që i ka treguar ato vlera dhe ku kemi punuar bashkë në bashki, në çdo ditë, në çdo orë, në çdo minutë që kemi punuar bashkë, gjithmonë ka reflektuar njeriu qytetar, njeriu model, njeriu punëtor dhe patjetër njeriu familjar. Pra Klevisi gjetë kohë i bën të gjitha, edhe sportin, edhe punën, patjetër edhe familjen që gjithmonë mbetet edhe pjesa më e shenjtë e Klevisit në gjithë rrugtimin e vet. Ndihem krenar që e kam shok, ndihem krenar që kisha dhe kolegë, dhe do ndihem akoma më shumë krenar kur ta shikoj në parlament për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e çdo qytetari vlonjak për mandatin 2025-2029. Ndërkohë, Vlora vazhdon të eci përpara me projekte madhore sa i përket sportit. Ne këtu kemi parasysh Vlora Sport, shumë shpejt do të dëgjoni që ne do të shpallim edhe tenderin publik për të parë se si ky stadium që kemi këtu afër do të rikonfigurohet, do të rindërtohet nga e para, do të jetë një gjë magjishme dhe patjetër që do të jetë edhe klubi shumë sportesh i përfshirë aty, pra do të ketë disa disiplina të tjera që do të ruktojnë me këtë zhvillim, do të jetë palestra e madhe, pra pallati i sportit që ne e kemi këtu sot do të bëhet një pallat sporti shumë modern, do të jetë ajo pishina që Vlora ka qenë bashkë me Sarandën kampion sa i përket edhe disiplinës notit, do ta rikthejmë prapë aty ku duhet, sepse e meritojnë. Do të jenë ambiente moderne, ambiente të mbyllura dhe patjetër pastaj edhe disiplinat e tjera. Një gjë më ka bërë përshtypje gjatë udhëtimit tim si kryetar bashkie, që ne kemi haruar gjithmonë edhe të japim atë vlerën e merituar edhe pjesës së disiplinës së qitjes. Kemi pasur një këshilltare bashkiake këtu, e cila ka bërë maksimumin dhe ka nxjerrë kampion. Duke qenë kampion e vet, e ka përçuar edhe të fëmijët e vet, edhe të rinjtë e Vlorës. Pra çdo sport, qoftë edhe sportet që janë unik në llojin e vet, në Vlorë kanë marrë jetë. Edhe unë i përgëzoj të gjithë që japin kontribut maksimal për ta çuar sportin përpara. Ndërkohë, për mos të zgjatur shumë, ne po bëjmë një investim tjetër që është në Lungomare, më saktë po rijetëzojmë fushat e sportit që janë në fund Lungomares. Me qenë se edhe në përmbytjen e fundit patëm një problematik, ne njëherë konstatuam edhe sot që po flasim, kemi mbaruar fushën e parë të basketbollit, ndërkohë që do të kualifikohen, do të rindërtohen edhe 4 fushat e tjera. Punimet fillojnë shumë shpejt dhe të gjithë fëmijët kenë ambiente ku të luajnë, ku të kalojnë kohën, ku të arbitrojnë dhe ku të investojnë në sport, ashtu si çdo të jetë çdo fëmijë, të jetë orientuar drejt sportit, sepse sporti vetvete krijon vullnet për të jetuar, vullnet për të mësuar, vullnet edhe pastaj për të krijuar një të ardhmë më solide. Ndërkohë kemi edhe një projekt tjetër që po vazhdon te ish fusha aviacionit, që quhet Dua të luaj, është një investim shumë i madh që do të ketë edhe aty disa disiplina sportive do të zhvillohen, disa fusha, dhe më vjen mirë që punët kanë filluar atje dhe shpresoj që shumë shpejt të mbarojë. Pra gjithë kjo paketë investimesh, duke shtyr më tej edhe atë angazhimin tonë si bashki për të bërë edhe një fushë sporti në Panaja, sepse edhe atje ka qenë një kërkesë e komunitetit, edhe në projektet e vitit 2025 ne do të bëjmë edhe një investim në Panaja. Pra janë gjithë këto gjëra, prapë nuk janë mjaftueshëm, përfshirë këtu edhe palesën e qytetit që ne e bëm, po unë po e them kështu sy në sy me ju, pari disa problematika vetë nga çatia e saj, eri bëm edhe atë, po e rishtrojmë edhe pjesën e parketit, që në momentin që ajo do të bëhet aktive në kapacitet plot, ta gëzojnë gjithë ata të rinj që merren sidomos në basketbol dhe në volejbol. Vlora ka shumë për të ofruar, Vlora ka shumë për të parë në vitet që po vinë, edhe këto bëhen të mundura vetëm me investime konkrete. I ka bërë qeveria Rama për 12 vite rresht, ka akoma për të bërë, prandaj do të japim besimin. Qeverisë Rama, Partisë Socialiste dhe patjetër qeverisë Kasos me që e kemi në këtu prezent sot. Ju falenderoj dhe ju lutem na mbështesni sepse nuk kemi alternativë më të mirë se sa Partia Socialiste për të çuar Vlorën tonë përpara, vizionin përpara dhe të kemi një jetë më të mirë për të rinjtë tanë, për fëmijët tanë, për familjet tona. Faleminderit. Klevis, të ftoj të vish këtu, shnada jote.
brezash sportistësh të Vlorës. Unë nuk jam as volejbolist, as basketbolist, unë jam politikan, edhe si politikan përpiqem që në familjen tonë politike ne të afrojmë edhe të bëjmë pjesë njerëz me integritet, njerëz që duan punën, njerëz që besojnë ke njerëzit e tjerë dhe skuadra, njerëz që e bëjnë me pasion detyrën publike si një mision ndaj shoqërisë dhe jo si një ambicie për të ardhurat personale, dhe e them pa asnjë rezervë që të gjitha këto i kam pasur parasysh dhe i kam gjetur ke Klevisi, ke sportistit juaj. Unë nuk dua të zgjatëm shumë për atë që ka bërë qeveria socialiste dhe bashkit, pra qeverisja vendore këtu në Vlorë për sportin, për infrastrukturën sportive, sepse e tha shumë mirë edhe Ermali, po e përforcoi shumë më tepër edhe Klevisi, po dua t'ju them një gjë që lidhet me atë që kemi bërë ne si qeverisje socialiste për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Vlora është shembull i gjallë i transformimit të jo vetëm urban, po të transformimit në tërësi të gjithë shoqërisë vlonjade, dhe Vlora sot nuk ka asgjë të përbashkët me Vlorën e para 12 vitesh. Dhe për këtë nuk ka njeri që të na thotë dot të kundërtën, sepse ky është një realitet që po e përjetojmë të gjithë bashkë, sepse në 2013 në Vlorë mbaronte jeta në orën 3 të drekës, ndërsa sot Vlora është bërë destinacioni kryesor jo vetëm i Shqipërisë, por një nga destinacionet kryesore turistike të Mesdheu. Dhe ka qenë pikërisht vizioni i Edi Ramës si kryeministër dhe i gjithë ekipit të Partisë Socialiste në këto vite që ka bërë këtë transformim kolosal historik të Vlorës dhe Shqipërisë. Partia Socialiste sepse është e vetmja forcë politike që mund të çojë Shqipërinë në destinacionin ton final në Bashkimin Evropian. Është e vetmja forcë politike që mund garantoj të ardhmen e fëmijëve tanë, e brezave tanë, familjeve tona. Kështu që në datën 11 maj le ta kthejmë në një festë sportive ashtu siç e kemi kryer, sepse në 11 maj këtu do vi një nga ngjarjet më të mëdha sportive të botës historike, që është Giro d'Italia, e cila me gjëra fjala do transmetohet live në 200 vende të botës. 200 vende të botës në 11 maj do shohin Vlorën dhe sigurisht do dëgjojnë dhe përfitoren e Partisë Socialiste me 9 mandate në qarkun e Vlorës. Shumë faleminderit dhe preferencën tuaj unë e kam lexuar, për kë e keni me tek lista e kandidatëve tanë, është e tepër ta them, jeni gjithë sportista, e keni sportistin tuaj edhe në atë listë. Shumë faleminderit. Përshim Fred Ferkon dhe miqtë e mi të tjerë dhe gjitha sportet e tjera që kanë ardhur këtu për të marrë pjesë në këtë takim për të nderuar Klevisin, mikun ton, dhe unë besoj që të mbështesësh Klevisin i bën nder vete, sepse është personazh i sportit në Vlorë, është njeri i cili e bën me shpirt dhe me zemër atë që bën për sportin. Kur dëgjova kryetarin që po fliste për të gjitha ato çfarë do ndodhi në Vlorë dhe çfarë ka ndodhur, sigurisht që kam përshtypjen që bën xheloz gjithë ato sektorët e tjerë në bashki, se sporti ka gati më shumë se një vit që është bërë, themi, temë ditës në qytet.
Megjithatë, të flasësh për sport sot është nder për veten, nder për qytetin dhe sigurisht që gjithë kjo pjesëmarrje këtu e nderon këtë gjë. Unë do të bëja një thirrje të gjithë miqve të mi, gjithë njerëzve të sportit. Nuk futen fare, nuk marr përsipër për pjesën tjetër të politikës, por qa janë të majtë e djathtë të sportit të mbështesim Klevis Kason. Të jetë Klevisi në parlament, unë mendoj se secili nga ne do ta ndjej veten sikur është vetë. Aq më tepër duke besuar me një Ermal në Vlorë që nuk e ndan sportin nga goja dhe me një Klevis në Tiranë në parlament, nuk ka më bukur kjo Vlora jon pastaj të shohë zhvillime të mëdha për sportin, sidomos për këta fëmijë të vegjël që mezi presin dhe besoj se do të kenë të ardhmen e sigurt për sportin. Uroj Klevisin në parlament, fitorin e Orikumit nesër, të flamurtarit të dielën, basketbollin e femrave pas 2 ndeshjeve dhe fitoren e Klevisit në 11 maj. Urime! Urojmë Partinë Socialiste për fitoren. Kam nderin të ftoj drejtoreshën e klubit Shumë Sportësh Flamurtari për të dhënë simbolika dhe mirënjohjet për Bledar Çuçin, Ermal Dredhën, Klevis Kaso. Ky takim ka mbledhur sportista, ish sportista, trajner, kontributor në sport. Më vjen mirë që sot një djalë si Klevisi që e meritur bashkë të sheshi Kateqit ka arritur në këtë pikë. E kam parë të rritet Klevisi në pallatin e sportit dhe të vinë në këtë pikë është gjë shumë e madhe për Klevin, është gjë shumë e madhe për sportin, është gjë shumë e madhe për Vlorën. I uroj suksese në emrin tim dhe të gjithë klubit Shumë Sportësh Flamurtari. Dhe duhet të shtoj diçka. Këtu të gjithë paraforcit, kush folën më përpara meje? Folën vetëm për futbollin, po këtu ka personalitet edhe nga basketbolli. Këtu ka 2 zonja, si Mariana, si Bona, si profesor Viktori, që kanë shkruar historinë në basketbol. Dhe nesër, me që më jepet mundësia, nesër ne kemi ndeshjen e 2 të finales. Dhe inshallah fitojmë nesër dhe të tretën e kemi në Vlorë. Dhe kështu si qeni të gjithë sot, të festojmë bashkë fitoren titullin kampion të ekipit të rriturave. E mbani mend sa tur ka pas kur fisa në fillim tani s'ndahet më. Kështu që t'ja pikim mikrofonin. Në emër të klubit Shumë Sportësh Flamurtari kemi 5 topa, 3 topa, më falni, që personalisht në këtë top, që personalizon Klevisin, basketbollin, sportin, e kam për kryetarin e bashkisë zotin Ermal Dredha. Kandidatin për deputet, zotin Klevis Kaso. Fitore Klevis Kaso. Qefqen a pengu I haresës jemi lot që thot jemi pesha e për jemi shqiptar.